E të dashur miq, u rikthyem sërish. E sot në emisionin ton kemi kënaqësi të mirëpresim violinistën e talentuar Alba Zeqiri, e lindur në Kumanov. Alba është një prej violinistëve më premtuese të brezit të ri në rajon, me një karrierë të pasur koncertale në Shkup, Prishtinë, Sofje, Bratislav, si dhe së fundmi edhe në Zagreb. Me sukseset të shumta si soliste dhe pjesë e orkestrave të ndryshme, Alba do të ndajë me ne rrugtimin e saj muzikor, sfidat dhe planet për të ardhmen. Mos e humbisni këtë bisedë të veçantë me një artiste që po shkëlqen jashtëzakonisht në skenën ndërkombëtare. E këtu në studio Alba Zeqiri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Dati, faleminderit shumë për ftesën. Të bisedojmë sot për gjithë sukseset e tua. Faleminderit për ftesën. Mund të ulesh, të akomodohesh, të rahatohesh, po më trego fillimisht si filloi vikendi yt. Them drejtën, ishte një vikend mjaft ashtu me një rutinë shumë të pasur, sepse kemi filluar me disa prova për koncerte të ndryshme. Po jam e kënaqur, ai është profesioni im, edhe bëj me gjithë dëshirë e pa lodhje. Po besoj se edhe neve meritojmë pak ndonjë vikend ashtu pak më të pushoni pak. Po, e vërtet. Unë kam dëshirë të di, Alba, se si ka filluar pasioni yt për violinën, kur e kuptove që dëshiron të ndjekësh muzikën profesionalisht në fakt? Po. Unë kam pas mundësinë me u njoftu me instrumentin që shumë e vogël, e kjo për shkak të babait tim, I cili luan violin, e ka si hobi, nuk është marrë me të profesionalisht, po e kam njoftu instrumentin shumë herët. Edhe them drejtën, edhe pse kam qenë fëmijë, e kam ndje që kam e pas pjesë të jetës, mund të them se fëmijët nuk kanë aftësi për me e vendos për aq të ardhmen që shumë e vogël, po e kam ndje që kam e qenë pjesë e jetës, edhe me të vërtet ashtu doli. Kam fillu shkollën e ulët në Kumanov, edhe normal çdo fillim ka vështirësitë e veta, sfidat, po besoj që ka vlejt, edhe jam shumë e lumtur që kam marrë atë vendim, edhe që nuk jam dërzuar. Dhe sot je këtu dhe ke çka të flasish sa I përket karrierës tënde. Cili ka qenë momenti më emocionues në karrierën tënde deri më tani? Deri më tani mund të them koncerte që patëm në Bratislav, me orkestrën e fakultetit, me dirigentin Sasha Tatarchevski, cilin e përshëndes edhe I falenderojmë shumë për punën e palodhshme. Ka qenë një koncert, një garë të drejtën, ku edhe u kthyem me çmimin Grand Prix. Një koncert me të vërtet shumë I mirë, një eksperiencë që ende nuk e harroj. Aty luajtëm me orkestrën, por gjithashtu pat edhe një pikë solo, edhe me të vërtet ka qenë një eksperiencë e paharrueshme. Më trego se sa ka ndikuar mësimi në Shkup në zhvillimin tënd si violiniste? Po, shkolla e mesme, Ilja Nikolovski Luj, është këtu në Shkup, edhe nuk ka shkollë të mesme që ka mujt me vazhdu shkollimin në qytetin ku edhe kam lind, po nuk është se kam ndje ndonjë dallim ose lodhje, edhe pse vi nga Kumanova prap kur don diçka, besoj që nuk e ndjen lodhje, nuk ndjen ato sfidat, vetë bëjnë ta duash edhe më shumë mund të them punën që bëm. Mund të na tregosh për eksperiencën tënde si koncertmjeshtre e kuartetit Grifon dhe koncertin në hamamin e Davut Pashës? Po, ishte një koncert me të vërtet shumë I mirë. Performuam aty me tenorin Ismet Veselin. Them drejtën, unë atë peshën, mund të them si koncertmjeshtër, nuk është që edhe e vreja shumë, sepse kur jemi në skenë të gjithë, mund të them e kemi atë peshën e njëjtë. Po është një përgjegjësi pak më e madhe, po me të vërtet ka qenë një koncert mjaft I mirë. E ke atë emocionin që nga fillimi deri më tani kur paraqitesh përballë publikut, kur dal përballë publikut, apo ke filluar pak të stabilizohesh? Është një ndjenjë shumë e çuditshme. Mund të them është me nxipres tal në skenë. Në atë moment kur filloj të luaj, nuk është se ndjej vetëm emocion.
pozitiv. Po nuk është se ndryshon gjatë jetës. Pa marrë parasysh se sa koncerte, sa interpretime, besoj që ai emocion jep peshë edhe më shumë performancës, sepse atë edhe mundohem ta ndaj me publikun emocionin për shkak se nuk mund të flas nëpërmjet instrumentit. Edhe është një emocion me të vërtet vetëm ata që merren me muzikë besoj që më kuptojnë. Po nuk ka ndjenjë më të mirë se kur je kënaqur nga performanca, kur ke një publik që vjen aty për me të ndjeu edhe ke atë përgjegjësinë që të jepësh maksimumin, dhe me të vërtet s'ka ndjenjë më të mirë. Më trego se të ka ndodhur ndonjëherë ta humbësh kontrollën gjatë skenës? Për fat mirë, jo, shpresoj. Sepse publiku nuk është që e vren, sepse ai nuk e din se cilat janë notat që i keti të shkruara. Po, shumë e vërtet. Por është një ashtu problem që jemi gati si artista mund të them 200% gjatë ushtrimeve që të japim 100% tonë skenë. Sepse është shumë normale të kesh emocion, ndoshta edhe pak nuk i diun frikë ndaj publikut, po flas për fillimet, sepse tani më nuk është se ndjej ndoj farloj frike. Po nuk më ka ndodhur, po besoj që nuk ka më ndodhur asnjëherë, sepse me të vërtet e bëj këtë punë se e dua. Edhe kur diçka don, nuk i mendon ato anë negative se a ka më ndodhur diçka gjatë performimit etj, kështu që mendoj atë anën pozitive dhe mundohem t'jap maksimumin. Në këtë aspekt ke pasur përkrahjen e familjes? Shumë. Jam shumë falënderuese që gjithmonë kam pas përkrahje nga familjet. Gjithmonë kam përkrah, kanë qenë gjithmonë aty për mua, pa marrë parasysh për koncerte, gjatë ushtrimeve që bëjnë në shtëpi, normal është një instrument cilin me të vërtet duhet me pas një rutinë edhe një orë caktuar për ushtrim. Familja gjithmonë ka qenë aty për mua. Familja është edhe arsyeja pse kam filluar të merrem me këtë punë, po edhe jam shumë falënderuese që gjithmonë i kam krah. Ke dikë në familje që mirët me këtë profesion, në fushën e njëjtë si ti? Jo, babi është, si e ceka dhe më herët, është violinist, po e ka si hobi, jo si puna ime. Ka ndiku babi që ti t'jesh sot violiniste? Po. Unë them po, tash ndoshta kisha taku, ndoshta kisha pa ndonjë koncert, ndonjë diçka më kishte lindë ajo dëshira, po mund të them se e kam prej babit, se violinën e kam njoftu prej babit dhe jam shumë e lumtur. Sigurisht në koncerte kanë ardhur dhe familja yte të kanë ndjekë. Po ka pas ndoshta do koncerte, disa koncerte që nuk kanë qenë prezent. Është emocioni i njëjtë kur e din që ke familje në publik dhe ai momenti kur nuk e ke? Po, është, ndoshta e ndjen mungesën, po unë në atë moment që filloj të performoj, nuk e mendoj publikun e mendoj normal, po nuk është se ka atë shumë ndikim se kush është aty, sepse unë i mendoj të gjithë njësoj, kanë ardhur aty për me të ndëgju, janë aty me të përkrah, edhe ti duhesh vetëm me dhënë maksimumin, po nuk është e mendoj edhe atë shumë se kush saktësisht është në publik, janë të mirë se ardhur kush do. Po mos të ishte violina, çka tjetër? Si çka tjetër do të shifnim? Nuk e di. Nuk e kam menduar se si thash edhe më herët prej e vogël e kam pas atë sigurinë, që është shumë e çuditshme sepse një fëmijë nuk mund të jetë aq i sigurt për të ardhmen. Asnjëherë nuk e kam menduar çka nëse po ndoshta vendosmëria yte sot e ka sill aty ku je. Po, sepse me të vërtetë është një rrugtim mjaft e vështirë, edhe ka sfidat e veta, edhe unë mendoj se kjo dashuri që e kam ndaj instrumentit më ka bërë edhe me mos me dhënë qatë shumë rëndësi sfidave, problemeve dhe me vazhdu, edhe besoj që gjithë kjo rrugë është falë dashurisë që e kam ndaj instrumentit. Më trego çfarë do të thotë për ty të marrësh çmimin special në festivalin Takimi i Harkëve në Elbasan? Po, të them drejtën, ishim në Elbasan para 2 viteve, së bashku me pianistin Shkëlqen Paftjari, i cili me të vërtet kur performoj me të ma bën më të lehtë atë punën time, me të cilin bashkëpunoj shumë vite.
Morëm çmime special, ishte një koncert me të vërtet shumë i bukur, shumë i mirë, një eksperiencë ndryshe, ishte hera e parë që performoja në Shqipëri, edhe të performosh për herë të parë në një shtet ku s'ke performu më herët edhe me u kthy në shtëpi me një çmim ishte me të vërtet një ndjenjë shumë e mirë. Më trego, e përmende që ishe me Shkëlzenin në këtë koncert, po si e përjetove koncertin tënd të parë solistik në Shkup dhe bashkëpunimin me pianistin Shkëlzen Bafjari? Unë bashkëpunimin me Shkëlzen Bafjarin kam fillu prej në fakultet. Normal që e kam njoft si pianist, po herën e parë, në vitin e parë të studimeve, pata mundësin me bashkëpunu me të dhe prej atëherë bëj muzikë bashkëpunojnë sepse me të vërtet është shumë e rëndësishme kjo ana e përcjellësit sepse duhet jesh plotësisht e sigurt në skenë me këlluan edhe unë e ndjej atë siguri edhe me të vërtet mundem ta jap maksimumin gjatë performimit me Shkëlzenin. Sa rëndësishme është për ty mbështetja e Ministrisë së Kulturës? Është e rëndësishme për shkak se ka koncerte që dojmë të realizojmë, nevojitet një sallë, nevojitet pianisti, ka dhe shumë harxime tjera, po jam shumë e kënaqur sepse me të vërtet koncertet që i kam realizu kanë qenë të mbështetur nga ana e Ministrisë së Kulturës dhe se neve artistëve koncertet në mbajnë gjallë. Unë e shoh veten në skenë gjatë gjithë këtij rrugtimit tim. Edhe besoj që është shumë e rëndësishme që të kemi koncerte që të mundemi me e vazhdu atë rrugtimin tonë si muzikant. Trego se cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që e përballur ti gjatë gjithë karrierës tënde? Sfidat më të mëdha, mund të them se kur fillova shkollimin në shkollën e ulët të muzikës në Kumanov, për shkak se tani ka paralele në gjuhën shqipe, por atëherë kur isha unë nxënëse nuk ishte. Gjuha, normal, unë një fëmijë 8 vjeçar me ato dyshimet se a bërat hapin e dur apo jo. Gjuha ka qenë një sfidë e madhe, po prap nuk është se më ka ndiku te unë, nuk është se ka ndryshu diçka, sepse ja dola dhe kalova dhe atë moment. Mantej ardhja në Shkup për shkollën e mesme normale, edhe pse nuk e kam di lodhjen, prap është një lloj ndryshimi i rutinës, mund të them, është diçka e re, është një qytet i ri. Po edhe shumë sfida tjera, normal ato sfidat si koha që të marrin ushtrimet, 5-6 orë në ditë, të cilat duhesh me u përkushtu instrumentit, duhet me pas një farë balanse edhe të kesh një farë harmonie që t'jesh edhe fizikisht mirë, edhe psikikisht mirë, që t'jesh e aftë për me i realizu ato orë ushtrime. Edhe kjo është një farë lloj sfide, sepse me të vërtet merr kohë, dëshiron ky profesion mund, përkushtim maksimal, po besoj që për shkak se bëj me të vërtet me dëshirë shumë të madhe, nuk e lejoj edhe aq me ndiku te unë. Ke ustuar gjatë kohës studimeve? Po. Ke menduar ndonjëherë të qëndrosh në Shkup ose? Për shkak se nuk është se e kam dje aq shumë lodhjen, edhe ja kam dal edhe me ustu, nuk e kam ndje nevojën për me, ndoshta kishte qenë një sfidë edhe më e madhe nëse kisha vazhdu me, po nuk i dihet jetës në të ardhmen, ndoshta edhe do e bëj edhe atë hap. Do e bësh. Në frikohesh ose jo? Jo, as pak. Ke dëshirë? Po dëshirë. Kam dëshirë, unë nëse është në pyetje profesioni, puna, i marr ato hapa të cilat janë ndoshta edhe patjetër ndonjëherë, varet prej situatës. Kështu që diçka që ka të bëj me punë, me instrument, jam okej. Më trego se si është të performosh në vende të ndryshme si Kroacia, Bullgaria dhe Slovakia? Po, është një ndjenjë ndryshe. Nuk është se nuk kanë rëndësi edhe koncertet që i kam këto, me të vërtet edhe këto e kam atë publikun të mund të them,
janë njerëz të me është vendi yt, edhe ndjen një farë lloj ngrohtësie më ndryshe, por është përgjithësi edhe të performosh jashtë shtetit. Vetë fakti që po i kalon kufit për me performu me njerëz cilët nuk i njeh, mund të them, nuk duhet, është emocion ndryshe, po unë dua ta njoh kulturën, ta njoh muzikën e shteteve tjera, të njoftoj muzikantë tjerë, të ndaj eksperiencën time, edhe me të vërtet kënaqem kur kemi koncerte kështu jashtë shtetit, edhe besoj që edhe në të ardhmen kemë vazhdu me pas. Është ndjenjë ndryshe, po jo që koncertet këtu kanë më pak vlerë. Unë kënaqem edhe në koncertet që i kemi edhe këtu. Para 2 javë patëm një koncert në Kumanov, dhe nuk mund të them që ka dallim aq të madh me koncertet në Sofia, në Zagreb e në Bratislava kështu me radhë, po është një emocion pak më ndryshe, është një përgjithësi mund të them ndryshe, po nuk është se nuk kanë vlerë këto. Me qenë se ke rastisur të marrësh pjesë në shtetet të ndryshme, më trego se a vlerësohet muzika në vendin tonë sikur edhe në vende tjera, ose si e bën krahasimin ti? Unë mendoj se vlerësohet në vendin tonë, po jo edhe aq sa duhet. Pse mendon? Mendoj ashtu për shkak të publikut, mund të them, edhe pse kur kemi pas koncerte jashtë shtetit, nuk është se na kanë njohur aq shumë, prap kanë qenë me numër të madh. Sepse e vlerësojnë muzikën, janë të interesuar, kanë njohuri të mjaftueshme për me ardhmë me ndëgju, me vlerësu, me kritiku ndonjë performim. Mendoj që nuk vlerësohet aq shumë në vendin tonë, nuk po them se nuk vlerësohet as pak, po jo edhe aq sa vlerësohet në vendet e huaja, po. Kjo ndoshta është edhe mos interesimi për koncerte ndryshme, të cilat janë me numër të madh në Maqedoni, po jo me numër të madh të publikut. Po besoj që në të ardhmen do të ndryshoj ky moment, edhe mendoj që ka me pas interesim më të madh, sepse me të vërtet është një profesion shumë i mirë, mund të them, edhe është diçka që duhet vlerësuar, sepse me të vërtet është një punë e palodhshme. Po jemi të mësuar edhe me numër të madh të publikut, edhe me numër të vogël, kështu që besoj që ka me qenë më i vlerësuar profesioni jonë, po në tallim me shtetet e tjera ka pak. Jo. Publiku që të ndjek këtu, cila është ajo mosha? Është e çuditshme sepse kam mosha të ndryshme. Nuk është se është një moshë e caktuar, mund të them, edhe ka dallim disa vite. Herën e fundit kam pas edhe fëmijë, edhe më të rritur, më të moshuar, edhe shumë bëhet qefi, sepse muzika nuk njeh moshë. Ajo klasike nuk njeh as pak moshë. Ajo ndjehet, përjetohet nga të gjitha moshat, edhe me të vërtetë më bëhet qefi kur shoh publik që janë të moshave të ndryshme, sepse nuk ka kufi, nuk ka moshë, mund të vlerësohet, dëgjohet, të përjetohet nga çdo lloj moshe. Ke menduar ndonjëherë që të bëhesh ndonjë mësuese, profesoresh, që të rinj ti mësosh? Po pse jo? Unë e shoh veten më shumë në skenë, sikur soliste, si pjesë e orkestrit, si ajo në filharmoni, si ajo në operë, por kisha pas dëshirë atë dije që e fitoj gjatë jetës me nda dhe me të tjerët, pse jo, nuk i dihet jetës. Ndoshta edhe po. Çfarë plane ke për të ardhmen? Ke ndonjë projekt të veçantë që dëshiron ta ndash me ne? Kemi një koncert me 31 tetor në Kumanov, një koncert mjaft i këndshëm me orkestër, edhe aty do të performojmë unë, tenori Ismet Veseli dhe Shkëlqen Baftjari si solist. Është një koncert mjaft i mirë. Për të ardhmen shpresoj të vazhdoj me koncerte, se aty e gjej veten, të përfundoj studimet edhe të kem të mbaj gjallë atë motivin e inspirimin që na mban gjallë neve artistave për me vazhdu me ushtru, me punu, se ne mësojmë gjatë gjithë jetës. Nuk është se mëson disa vite dhe mandej ajo dije
të mjafton, jo. Ne vazhdojmë me mësu gjatë gjithë jetës, do vazhdoj me masterklaset ndryshme si këtu, si jashtë shtetit, do vazhdoj të mbledh dije vazhdimisht që të mund të bëhem edhe më mirë. Ndërkohë me cilin violinist botror do të doje që të bashkëpunoje? Shumë pyetje e vështirë kjo. Në të ardhmen. Violinist të preferuar kam shumë, cilët kishte mjaftu vetëm me i dëgju, jo të performoj, po vetëm me i dëgju kishte mjaftu me mu plotësu ato dëshirat që i kemi neve, me i dëgju violinistë të famshëm, si që janë Hilary Hahn, Maxim Vengerov e tjerë. Shpresoj do të kem mundësinë me mbajt masterklase me violinist të famshëm e violinist me famë botrore, e shpresoj që edhe ndonjëherë në jetë nuk i dihet, ndoshta pas disa viteve edhe ndonjë bashkëpunim. Po më trego cilin repertor të preferuar ke? Edhe pse? Mu më pëlqen baroko si repertor, po gjithashtu si vepër kështu specifike me cik, për shkak që pat vlerë shumë ai koncerti që patëm në Bratislav, më pëlqen edhe kjo si Piazzolla, po nuk thash barokun e kam më për zemër, Bach, mundohem aty edhe teknikisht zhvilluemi më tepër e kështu me radhë, po unë dua që ti luaj të gjitha, dua ti provoj të gjitha llojet, edhe nuk është se kam të caktuar ndonjë zhanër specifik, dua të eksperimentoj gjatë gjithë kohës, se e gjej veten të jem gjithmonë aktive në dikë të ndryshme sa i përket zhanreve të muzikës klasike, e eksperimentoj gjatë gjithë kohës. Edhe është shumë bukur. Po më trego si menaxhon përgatitjen dhe studimin për koncertet dhe recitalet, se e dim që edhe e përmend edhe ti që kërkon kohë. Shumë kohë, shumë përkushtim. Shumë përkushtim, 5-6 orë gjatë ditës, duhet patjetër me pas një farë lloj rutine strikte, mund të them, nëse do me arrit normal, atë suksesin e rezultatin që do me arrit. Është e vështirë, sepse nuk ajo jeta private pakës nuk ka kohë, po mundohem me mbajt një farë balansi, sepse fundit jemi njerëz edhe një jetë kemi, edhe sa do që i përkushtojmë instrumentit, mundohem të përkushtoj të jap rëndësi edhe pak jetës private, familjes e kështu me radhë, po me të vërtet shumë pak. Shumë përkushtim, shumë kohë marrim përgatitjet, po ja vlen kur koncerti del ashtu se ke prit, ndoshta ndonjëherë edhe më mirë, me të vërtet ja vlen çdo. Ai është profesioni, mësojmë si thash edhe më herët gjatë gjithë jetës. Ndërkohë a ka ndonjë kompozitor apo vepër që do doje ta interpretoje në të ardhmen? Po thash edhe më herët kam qef me eksperimentu, sikur kompozitor të barokut, të klasicizmit e tjerë, tani më kam fillu edhe të eksperimentoj ende më shumë, po nuk kam të caktua, nuk e di. E gjej veten në të gjitha llojet, si thash edhe, nuk është se kam të caktuar ndonjë kompozitor ose vepër, sepse nëse don, si cila vepër, si cili kompozitor, nëse i përkushtohesh, ja del. Kështu që me mund dhe me punë ja del. Më trego se si është bashkëpunimi me dirigjentë dhe muzikantë të tjerë në orkestër? Dirigjenti ka rol shumë të madh. Ne jemi në duart e tij. Unë thash edhe më herët, kur ishim në koncert në Bratislav me orkestër, ishim me profesorin, me dirigjentin Sasha Tatarshevski, dhe ai e ka atë aftësinë me na mbajt gjallë atë inspirimin, e t'jemi gjatë gjithë kohës të motivuar, të inspiruar që me dalë ai rezultat i mirë në koncert. Është punë shumë delikate, mund të them. Unë kisha pas dëshirë në të ardhmen edhe të jem dirigjente, po të shohim se si do të zhvillohen, po shpresoj, sepse me të vërtet ke në dorë muzikën në atë moment, ke në dorë gjithë ata muzikantë që i ke përpara, dhe është
shumë punë delikate dhe vështirë. Një orkestër pa dirigent në varësisht prej llojit të kompozimeve që realizohen, po të shohim në të ardhmen se çka na pret e ardhmja. Po më trego, a ke ndonjë ritual ose mënyrë për të përgatitur psikologjikisht para koncerteve? Është shumë e rëndësi se nuk lejoj me pas mendime negative para koncerteve, nuk lejoj me mendu se çka nëse ndodh diçka, çka nëse e harroj në atë moment ndonjë pjesë, çka nëse nuk ja dal mirë, jo. Për shkak se i përkushtohem instrumentit, nuk lejoj çka nëse me pas në gjatë asaj periudhës para koncerteve. Kështu që ajo më ndihmon, domethënë me qenë gjatë gjithë kohës pozitive, me e vlerësu mundin edhe me e vlerësu atë kohën që ja përkushtoj instrumentit. Mendon të jem më e qetë, të jem më përqendruar, mundem ta përjetoj emocionin bashkë me publikun kur performoj, dhe me të vërtetë është shumë e rëndësishme. Është shumë i rëndësishëm ky moment sepse njoh kolegë, njoh muzikant që me të vërtetë ndikojnë ato mendimet negative që i kanë para se të dalin në koncerte, po nuk lejoj me pasun. Okej. A ke marrë ndonjë këshill nga ndonjë mësues ose mentor që ndonjë këshill të mirë që ashtu gjithmonë e ke në kokë? Po. Profesori që kisha në shkollë të mesme, më duket se e përmenda edhe më herët, po e them prap, më ka thënë që nëse don 100% e performimit të dalë në koncert, duhet të jesh 200% e sigurt të shpe. Pse? Sepse është një lloj presioni, ai performimi para publikut nuk është një lloj sikur brenda 4 mureve vetë të ushtrosh, performon pa gabim ndoshta ndonjëherë, është ndryshe. Domethënë që pothuajse gjysa e asaj që e performon ti vetë në 4 mure largohet kur del në publik, kështu që duhet me pas siguri ekstreme, mund të them, të repertoarit në shtëpi, që me mund me dal me pas një eksperiencë të mirë gjatë performimit. Alba, ishte kënaqësi e veçantë që të kisha të ftuar në studio dhe që biseduam aq bukur për violinën, por që ti bisedove me aq dashuri. Dhe shpresojmë takohemi sërish me sukseset e tua dhe pse jo edhe në ndonjë koncert tëndin. Shpresojmë, shumë faleminderit. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar.